Kur ti i shikon artet marciale në thelb, çfarë janë? A janë më shumë një formë disipline apo mund t'i parafrojmë më shumë me luftën? Kur i shikon artet marciale në pikpamje të parë, ato duken si një disiplinë e re pushtarake, por thellë çdo lëvizje, çdo komandë, çdo ushtrim bëhet në të mirë të personit të cili i ushtron këto lëvizje. Aty fitohet kontrolli mbi trupin tuaj, i cili na vën në lëvizje gjymtyrët që ne veprojmë në jetën e përditshme. Ne në artet marciale mundohemi që të kemi më shumë kontroll të trupi jon, të bëjmë lëvizjet akoma më perfekte, më të mira, më precizion dhe të jemi, si thot dhe i madhi Bruce Lee, be like water, të jemi si uji i cili merr formën e enës kur hidhet. Pra, sido që të jetë situata, ne të manovrojmë dhe të jemi sa më vigjilent dhe të përsosur për situatën që kemi përballë.